shtohet pyetja se a duhet të ketë nëpër shkolla lëndë të edukimit seksual. Edukimi seksual, unë mendoj se nuk do të thot vetëm të flasim për marrëdhëniet seksuale, por të ndihmojmë fëmijët që ta kuptojnë trupin e tyre, të kuptojnë ndryshimet e tyre fizike, si dhe të i njohin kufinet personal. Në kulturën tonë shqiptare, ashtu themi edhe pak tradicionale, pse jo dhe fetare, shumë prindër hezitojnë të flasin hapur për këtë tematik, pra për edukimin seksual. Por në mungesë të informacionit, prindrit duhet ta dinë se fëmijët mund të marrin këtë edukim nga interneti, nga shokët jo të duhur, apo mund të marrin nga burime të pasigurta. Prandaj, prindrit nuk duhet ta shohin këtë si një bisedë të vetme, por si një proces gradual të zhvillimit të fëmijët apo të adoleshentit, dhe si një proces gradual të edukimit të fëmijëve që fillon herët dhe përshtatet në moshën e fëmijës.